me pas kontrol parlamentar dhe me pas koalicion. Si që ka pas të nahedet koalicion. Nuk e donë PDK, nuk s'ka problem. Le ta merë LDK-n, le ta merë AK-n, le ta merë pakicat. Me qënë se kemi PDK-n, ju kemi juve si përfaqësues PDK-s tu në studio. PDK-ja e donë vetëvendosin në një koalicion? A do ishte e gatshme? Une nuk e urrej vetëvendosin. Nuk e urrej personalisht as Albin Kurtin. Unë jam kundër politikave tyne edhe përqarse, edhe që po fynë, edhe pse e kanë kontaminu dhe helmatis politikën Kosovë. Kundër këtyne janë, kundër këtyne praktikave. Po individualisht nësë kemi asë gja kundër njëni tjetët, dhe nuk do duhej me majti natë kundër njëni tjetët, po do duhej me ndëgju njëni tjetërit. Me ndëgju, jo në variantin po e thrasu në atë dhe po ja imponoj mendim. Jo, për mendimet i kemë krejt misoj, njerëz jemë. Pas pari jemi njerëz, dhe dyta gjithë kemi kontribut diçka. E kemi gjujt, s'po them që kemi bo krejt. Po kemi hudh nga një gurë në themelin e kësaj liri, e kësaj pavarësie, gjithë, po përjashtim. S'pe përjashtoj as kemë. Me qenë së është kështu, dhe gjithë e duam. Gjithë e duam Kosovën në Evropë, gjithë e duam Kosovën antare të OKB-s, gjithë e duam zhvillimin ekonomik, gjithë e duam që të kthehet diaspora në Kosovë, gjithë duam që Kosova të bëhet e pasur, hajde, bisedojmë qysh. Qysh, qka duhet me ba? Dojmë hi në Evropë, po, nuk mujmë me hi në Evropë të ushanën me veti. Nuk mujmë me hi në Evropë duke mos i zbatu marrëveshjet ndërkombëtare. Nuk mujmë me hi në Evropë duke mbjell veç përqarje dhe veç fyërje. A do tjetë letë ndodhë kjo urë komunikimi pas zgjedhjeve, pra? A do tjetë e letë mes partive politike që të ulen të diskutojnë duke i parë frymën se si po zhvillohet fushata aktualisht? Unë mendoj që varet si do tjetë rezultati i zgjedhjeve, por mendoj që nëse Albini, po them figurativisht, fiton shumicën e vota, ai zot ja varë askuj. Po në qovë se Partia Demokratike fiton, ne kemi përvojnë e bashkëqeverisjeve, kemi përvojnë e ndarjes së detyrave, ka qenë për shembull Fatmiri ka qenë president, Sejdiu, Hashimi ka qenë kryeministër. është bo Hashimi asi president, është bo Isa Mustafa kryeministër. Po, dhe këtu pikpyetja e madhe është nëse problemi është televizja vetëvendosje, apo problemi është tek partitë opozitare që nuk duan të bashkëpunojnë me vetëvendosje? Jo, asë është e vërtet që nuk duan të bashkëpunojnë. Shika, ofendimi sjell pastaj revolt. Mënyra se si ka komuniku Albini me partitë opozitare, ka kriju këtë situatën që ka mundësu askujt, as një partije opozitare me komuniku me të mënyrë barabartë. Në qofë se si e i barabartë në tavolinë, pa marë parasysh a i ke 20 vota, a i ke 50 vota. Ti po je i varun për me bo koalicionin, për me funksionalizu institucionin, je i varun nga njeni, që e donë partner, qofë se donë me bo institucionin. Dhe me këte duesh me bo një program. Cili është programi? Programi përbashkët, cilin duhet me zbatu. Jo programi, ama ti mu qatë ministrin, kënej se këtu ka pare mjaftë dhe unë për marrë një me pare tjetër, për me menagju të nderat. Nuk është kjo në regu, nuk duhet kështu me menu. Hajde dojme me zbatu programin ekonomik, shëndetësis, të integrimit, të mardhënjeve me jashtë, të integrimit të njojeve të Kosovës, mas pajnë nga 5 shtetet, ta pojmë një analizë të mirë pëse s'po na njojnë, cilat janë arsyet, dhe së është zorë me ditë, dhe së është zorë me ditë kur kanë me na pranu. Na e kemi ndorë, se kanë ata. Na duhet mi kry detyrat tona, jo ata. Kjo që po thuani sigurisht do t'ishte ideale, dhe secili qytetar